kam kaq kohë që të njoh dhe në fakt nuk e di në të vërtetë se cila është energjia jote. Dhe kur unë them energjia jote, do kuptohet më shumë pasi ata që ne do na dëgjojnë do të marrin informacionin e dur. Por realisht, ndoshta në fund do kem një qartësim në lidhje me energjinë tënde, por mbi të gjitha për energjinë time. Po pra. Më shumë për ty. Më shumë për mua. Ti ke bërë analizën me veten. Gjithsesi, për të gjithë ata që sot ne na dëgjojnë, do të flasim për energjinë, energjia maskullore, energjia femërore, dhe specifikojmë këtu që ne nuk do të flasim, nuk ka të bëjë kjo me seksualitetin. Energjia maskullore dhe femërore nuk kanë të bëjnë me seksualitetin dhe ne do e shpjegojmë edhe më pas, por ju do të dëgjoni pikë së pari karakteristikat e energjisë maskullore dhe të energjisë femërore, cilat janë këto karakteristika, si mund të njohim ne energjinë femërore, energjinë maskullore, cilën kemi ne, cilën ka personi që ne duam, apo të tjerë cilën përdor më tepër, se janë të dyja pjesë. Cila është më dominante tek ne, energjia maskullore apo energjia femërore, dhe më pas ne do të flasim edhe për balancimin e tyre, ekuilibrin. A i kemi ne të balancuara? Nëse nuk janë të balancuara, si mund t'i bëjmë këto që të balancohem? Pra shenjat që cilën përdorim, aktivizimin si? Aktivizimi. Po, dhe përse duhet që ne t'i kemi të ekuilibruara. Pra, do të flasim për një temë që është shumë e rëndësishme, të paktën për mua dhe për Imenën, kur ne studiuam dhe bëm kërkime në lidhje me këtë temë, kuptuam shumë gjëra në lidhje me veten tonë, por edhe me persona të tjerë që janë ndoshta në familje apo në rrethin tonë shoqëror. Kështu që kjo do të jetë tema dhe do të fillojmë, unë si gjithmonë ngacmoj pak Imenën në lidhje me këtë, në lidhje me çfarë do lloj teme, jo vetëm me këtë temë. Dhe unë realisht Mena nuk e dija fillimisht se si mund ta njihja çfarë energjie kam. Ne themi unë jam femër dhe kjo është energjia ime, energjia femërore, duhet të jetë kështu, duhet të jetë ashtu, kemi ndonjëherë disa standarde. Femra duhet të jetë kështu, femra duhet të jetë ashtu, edhe mashkulli gjithashtu. Disa gjëra që ne i kemi të ngurtësuara dhe të ngulitura nga shoqëria, nga familja e të tjerë. Në fakt, e heqim anën seksuale dhe fillojmë të njohim me të vërtet energjia që është brenda nesh. Cila është? Cilën kemi më dominante? A kemi ekuilibër? Mena, mund të na ndihmosh? Të lutem me këtë gjë. Kam eksperte, po. Dhe parashtrojmë të dia. Por gjithsesi ne bëjmë kërkime, nuk flasim për gjëra të pabazuara. Do filloja në fakt me karakteristikat. Së pari të dallojmë çfarë janë dhe ku janë drejtuar këto. Sigurisht që marrë nismën nga filozofi të ndryshme, sidomos ato aziatike, për shembull Yin dhe Yang, ku Yin karakterizohet nga energjia femërore, pas themi është energji femërore, edhe Yang është energji maskullore, dhe në taoizëm këto kanë karakteristikat e tyre. Ajo për të cilën ne do flasim sot është pak a shumë e ngjashme me këta. Po nuk është vetëm në taoizëm, po është edhe në hinduizëm, edhe në disa filozofi të tjera. Dhe është mjaft interesante sepse të dyja janë pjesë e jona dhe nuk duhet të kesh kuptohemi, siç e përmendi dhe Mirela, për të thënë që unë jam femër dhe duhet të kem vetëm energji femërore, dhe unë jam mashkull edhe duhet të kem vetëm energji maskullore. Ose dhe pastaj ndjehemi keq nëse na thonë që ke energji maskullore apo femërore dhe ndjehemi sikur ka diçka që shkon. Në fakt ne kemi të dyja. Dhe pikërisht këtë ndjesi negative kanë më tepër meshkujt. Nëse u thoni që ju keni këtë energji që është femërore, wow, direkt të kërcënuar. Nuk është ashtu. Nuk është janë të dyja, po, janë të dyja pjesë. Po. Do të thojë që energjia femërore është e karakterizuar nga një lloj rrjedhshmërie natyrale. Është më e qetë, jo se është pasive, nuk është pasive, por është më tepër e lidhur me pushimin, relaksimin, me të qenurit në kontakt me emocionet, me empatin, edhe me intuitën, që është një pjesë shumë e rëndësishme. Është më e rrjedhshme se sa ajo maskullore. Është më afër pranimit, pra pranon dhe lejon situatat, jetën,
komplikacionet që ndodhin në jetë të rrjedhin. Do të thuash transformimi tek energjia femërore është më është më natyral, nuk të e lejon që të ndodhi. Për të transformuar, për të dëgjuar gjithashtu, për të shëruar gjithashtu, po? Po. Nga ana fiziologjike lidhet edhe me sipas këtyre filozofive, edhe pjesë të ndryshme të organeve dhe trupit ton lidhen me energji femërore dhe maskullore. Nga ana fiziologjike, organet e cilat bëjnë pjesë ose kanë energjinë femërore janë zemra, mushkrit, mëlçia, qarkullimi i gjakut. Kur kjo energji nuk është në balancë, ndodh që duke në balancë flasim nëse po e përdorim me teprit ose jo, pra është të ekuilibruar. Ndodh që të përjetojmë, për shembull kemi ftohtë, të kemi probleme me gjumin, sepse energjia femërore është lidhur me sistemin nervor parasimpatik, që është lidhur me relaksin. Po. Ndërsa kur kjo është ekuilibruar, fillon ke shqetësime me ankthin, ke paqëmsi, gjymtyrë të ftohtë, ekuilibrime ndoshta hormonale. Po, këto janë përgjithsisht për karakteristika që lidhen me yin, pra energjinë femërore, dhe disa shenja në fakt të cilat tregojnë që ne jemi duke e përdorur janë kur ne ushtrojmë kreativitetin ton. Për shembull, krijojmë, pikturojmë, vizatojmë, shkruajmë, këndojmë, vallëzojmë, jemi në kontakt me intuitën dhe e lejojmë veten tonë dhe trupin tonë të pushojë. Jemi në kontakt me emocionet tona, me empati, jemi duke hapur zemrën, ose më saktë jemi persona të cilat japim. We are nurturing, pra ushqejmë dhe japim mjedise ku ne jemi. Ngrohtësinë. Po, atëherë të bëjmë një përmbledhje të asaj që tha Imena, nëse ne kemi në dominancë energjinë femërore, ose më mirë çfarë përfshin energjia femërore, intuitën, mikpritje për kujdesje, të dëgjuarit, aftësinë për të dëgjuar, një dëgjues i mirë, aftësinë për të transformuar, fluiditeti, lëm veten të rrjedhim, bashkëpunimi, kreativiteti, spontaniteti, nuk i sforcojmë gjërat, nuk i kontrollojmë. Harmonia dhe kryesorja në fakt është intuita dhe empatia, që janë me të vërtetë shumë të rëndësishme. Dhe të shikojmë pak energjinë maskullore. Energjia maskullore, ndryshe nga ajo femërore që është lidhur me hënën, me errësirën, darkness, romanticitetin. E çuditërisht dhe mua kjo më bëri vështirë. Energjia femërore lidhet me natën, mistike. Apo jo? Është e qetë. Maskulloria është më potente, më potente, është lidhur me diellin, sipas filozofive aziatike, lindore. Është më potente, siç thash, dhe është më orientuar drejt veprimit. Pra, ndryshe nga yin, yang, që është energjia maskullore, orientohet drejt të bërit dhe jo të lejuarit. Pra, nëse ka një situatë e cila nuk shkon mirë apo ka nevojë për ndryshim, nëse ju jeni duke përdorur energjinë maskullore, jeni persona të cilët doni patjetër që të bëni diçka për të ndryshuar situatën dhe nuk rini dot që ta lejoni situatën të zgjidhet vetë apo të rrjedhi. Pra në këtë situatë ju jeni duke përdorur energjinë maskullore. Mund të jeni femër apo mashkull, kjo nuk ndryshon, sepse të gjithë, edhe unë apo Mirela, apo edhe të tjerë, kemi pasur situata në jetë ku kemi ndjerë atë nevojën për të bërë diçka patjetër. Ajo është energjia maskullore që na shtyn ta bëjmë, pra është energjia e orientuar drejt vitalitetit, drejt ushtrimeve fizike, po ashtu, të qenurit fizik, të qenurit gjithashtu kompetitiv, garues. Pra, kompetitiv, garues, krahasues shumë, energjia maskullore, po. Nëse kjo nuk është në balancë, fillon edhe bësh pak më agresiv, jo vetëm fizikisht, po ndoshta në mënyrën si e shkon veten apo tjetrin, jetën bësh pak më agresiv. Ke nivel stresit të lartë, përjeton presion të lartë. Okej, flasim më vonë nëse nuk janë në balancë apo do të themi tani? Po flas sepse fola edhe për energjinë femërore. Në rregull. Presion të lartë, edhe presion të lartë gjaku. Nëse flasim fiziologjikisht, pra nga ana
e organeve, cilat organe konsiderohen, po themi, me energji maskullore, kryesisht i gjithë sistemi tretës futet tek organet që kanë energji maskullore, sepse në fakt ai duhet të bëjë. Vepron gjatë gjithë kohës. Po themi këtu në stomaku, zore holl, zore trash, tamthi, e tjerë, sistemi urinar, e tjerë. Pra të gjitha këto organe kanë energji maskullore. Pra nëse ne nuk e përdorim siç duhet, sigurisht që mund të kemi edhe probleme shqetësime në këtë pjesë të trupit ton. Si ta kuptojmë disa shenja, po themi, që jemi duke përdorur energjinë maskullore ndoshta më shumë se sa të femërore. Nëse ne në jetë jemi duke përdorur energjinë maskullore, do të kemi shumë të lehtë për shembull të vendosim kufi. Jemi persona që vendosim kufi dhe nuk lejojmë që të kështrajtohemi apo të kalojmë këto kufi. Vendosim plane, pra kemi plane dhe i qëndrojmë planeve tona. Jemi shumë mirë të disiplinuar, të mirë organizuar, programojmë veprimet tona, ditët tona. Jemi të orientuar drejt kësaj, drejt të bërit, drejt të shndruarit, drejt veprimeve dhe sipërmarrjes. Dhe marrjes së përgjegjësive jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët. Pra këtu në këtë situatë ne jemi duke ushtruar energjinë maskullore. E di që ty shembulli nuk të pëlqeu shumë, por mua më pëlqeu dhe unë dhe them atë shembullin e shtëpisë. Ti thue, secili ka shite veta. Po, për të kuptuar më mirë një shembulli i shtëpisë, imagjinoni, përsëri nuk flasim për mashkull apo femër nga ana seksuale, flasim për energji maskullore dhe femërore. Energjia maskullore tek të dy individët, tek të dy gjinit. Po, imagjinoni sikur energjia maskullore është shtëpia ndërtesa, që është mbrojtja, edhe të gjitha ato që ne thamë përpara, dhe energjia femërore është ngrohtësia, dashuria, mikpritja që i jep jetë kësaj shtëpie. Dhe kjo po themi është më shumë për të lehtësuar kuptimin e asaj për të cilën ne po flasim. Nëse ne në jetën tonë kemi pasur individ që më shumë kanë pasur energji maskullore se sa femërore ose e kundërta, po kemi pasur. Unë kam bërë një analizë vetë të disa individëve në jetën time dhe kam kuptuar tani, ndoshta pak vonë, që çfarë energji ata kanë përdorur më shumë. Tani kam kuptuar përsen e shumë gjërave. Atëre si ti aktivizojmë? Si ti aktivizojmë energjinë maskullore, se pra femërore në falem. Si ti aktivizojmë, po do flasim njërë nëse nuk i kemi në balancë çfarë ndodh. Si të duash, po. Si ti aktivizojmë është më mirë. Flasim për si ti aktivizojmë energjinë maskullore ose femërore, nëse nuk i kemi në balancë. Po, femërore në falem. Po. Si të aktivizojmë maskullore. E thamë për femërore në drejtë. Si të aktivizojmë pra? Si e aktivizojmë për të katërt? Duke vendosur, duke marrë një vendim, pikë së pari të orientuar drejt bërjes. Nëse ka diçka që nuk shkon, për shembull ndjemi të ngecur në një situatë në jetë, përdorim energjinë maskullore duke ndërmarrë një plan dhe duke i shndruar planit. Nëse doni të përdorni, me qenë se Mirela përmendi, edhe energjinë femërore, pra si të aktivizojmë, pra nëse keni ngecur dhe doni të përdorni energjinë femërore për të balancuar, lejojeni gjëra të rrjedhin. Në njëjta gjë, nëse ndiheni të frustruar nga procesi, për të aktivizuar energjinë femërore, duhet të gjeni inspirim tek procesi. Për të aktivizuar energjinë maskullore, duhet që ti qëndroni pra planit, të përgatisni, të qëndroni dhe të disiplinoheni drejt asaj që ju dëshironi të bëni. Pra, kjo është, pra, energjia femërore, si të aktivizojmë duke e lejuar gjë të ndodhi dhe duke u lidhur me intuitën. Pra, të mundoni të njohni trupin tuaj. Ta marrim në shembull konkret, e zëm.
një individ ka, qoftë mashkull apo femër, ka më tepër energji mashkullore, dominon mashkullore. Si të aktivizoj energjinë femërore që të arrijë balancën, duhet që të lejoj gjërat ndonjëherë të rrjedhin dhe të mësoj që të ndjeki intuitën. Ka dhe këshilla praktike. Për shembull, një person në të cilin bizetëron, pra është ai ose ajo që e përdor më shumë këtë të barin, pra energjinë mashkullore. Disa këshilla praktike janë për bërja e jogës, pra yoga yin, për të balancuar energjinë tuaj yang. Është një disiplinë joge e cila ka poza më të lehta, por me afat më të gjatë. Kohë më të gjatë. Gjithashtu edhe meditimi apo vetë ndërgjegjësimi të qenurit prezent, që është tipike e energjisë femërore. Dhe për të balancuar energjinë tuaj yang, mund të drejtoni edhe drejt ushqimeve. Për shembull, mund të konsumoni perime me gjethe, apo kastraveca, apo edhe çaj bimor, për të balancuar energjinë yang që karakterizohet nga nxeja, apo themi pak nga ngrohtësia. Ndërsa nëse ju jeni një person i cili përdor më shumë energjinë femërore, yin, pra jeni më laid back, më të qetë, më intuitiv e tjerë, por doni të jeni më veprues, disa këshilla në nivelin, po themi, të praktikave, do të ishte të qëndroni në diell më gjatë, dhe të jeni pak më shumë në kontakt me trupin tuaj, jo vetëm me intuitën, po edhe me trupin tuaj fizik, duke bërë ushtrime fizike, kardiovaskulare, aerobi, kardio, etj. Ndërsa në nivelin ushqimor, nga ana ushqimor, me çfarë të ushqeni, nëse doni të përdorni pak më tepër energjinë mashkullore, këshillohet që të konsumoni mish apo erza, të cilat kryesisht janë pikante, pak djegëse, ginger, dhe kjo do bëjë që të rrisni, po themi, ngrohtësinë në trupin tuaj, që lidhet me energjinë mashkullore. Ajo rrenja që nuk më pëlqen mua, likuiricia, të kush ishte? Po, ka dhe disa pije. Përveç whiskit? Për të rritur energjinë tuaj mashkullore, nëse doni që të rrisni veprimin në jetë. Për shembull, po themi, keni pasur një ditë që keni përdorur shumë energjinë femërore, por ndjeni sikur jeni, sepse nëse ju e përdorni shumë energjinë femërore, ndodh që ndjeni të lodhur. Jo shumë të motivuar, pak si në gjendje jo të mirë, motivimi, inkurajimi, kur i keni me të pric. Dhe në këtë rast duhet që të switch, pra të drejtoheni drejt energjisë mashkullore, që kemi të gjithë. Dhe një pije, për shembull, për ta nxitur këtë do ishte ginsengu. Pra, merrni një ginseng kur ndjeni kështu. Ndërsa nëse jeni gjatë ditës duke luftuar, duke bërë gjatë gjithë kohës, duke dhënë dhe ndjeni burnout, pra të lodhur, të sfilitur, keni nevojë të sudh, pra të tokëzoheni. Dhe një pije do ishte likuiricia. Çaj, likuiricia apo pije. No comment. Që ne jam balli, më duket. Rrenjë jam balli, diçka e tillë është shumë i dobishëm për shumë arsye që ndoshta jemi na do i përmendim më pas. Jo, këto se nuk kam përshëllime. Është për stomakun, disa për ulcerën. Për ulcerën. Ka dhe studime për kancerin në fakt. Por nuk është e vërtetuar. Për lëkurën, gjithashtu po. Është me të vërtet ka shumë benefite, por nuk kemi mësuar shumë me shihen. Këte i konsumojnë jashtë masë shumë, sidomos në vendet nordike, ndërsa ne në Shqipëri nuk kemi mësuar, por do të ishte mirë në fakt që ta fusnim në përdorimin tonë. Është mirë. Pjeni çaj ose jo karamele. Hajni si rrenjë, edhe kjo është. Po jo karamele. Jo me sheqer do të thuash. Jo, nuk na pëlqen shumë. Duhet sa më shumë bio. Okej, atëre ka edhe praktika, për shembull, për të balancuar të dy energjitë, akupunktura. Këshillohet si praktik për që balancon energjitë e bllokuara dhe çlirimin e qis, që është vitaliteti në trup, balanca. Pak e vështirë në disa vende të gjesh akupunktur, sepse jo të gjithë zotrojnë. Jo të gjithë dita zotrojnë mirë dhe jo në të gjitha, të pakën në qytetet tona në Shqipëri
mund ta kemi mundësinë. Edhe praktika fizike si tai chi, pra që janë lëvizje të buta, të natyrës, elementet e ndryshme, ndihmojnë për këtë balancën e energjisë. Këtë mund ta bëni edhe në mënyrë autonome, thjesht duke ndjekur video tai chi në YouTube. Është shumë e dobishme edhe kjo. Janë lëvizje, një tai chi bazike është lëvizjet e lidhura me fenomenet e natyrës. Disa ushtrime frymarrje, pranayama, gjithashtu ndihmojnë. Nëse do të dëshironi të rrisni energjinë maskullore, është ajo që quhet fire breathing, okay. Që është një ushtrim frymare që nxit, po themi, zjarrin nxehtësi në trup. Ka disa lloje ushtrime të ndryshme frymare që balancojnë të dyja energjitë, edhe të dyja. Atëre, fjalia e fundit për sot, e fundit që sapo themina, për të balancuar të dyja energjitë, sepse në fakt mos pasurit një balancë në energjitë çfarë sjell. Nëse ne kemi shumë energji maskullore, kemi një ngurtësi mendor që do të thotë rigiditet, kështu si them unë, edhe pik. Do të thot dominancë, do të thot mungesë empatie. Nëse kemi shumë prezencë, dominancë të energjisë maskullore, dikush ka këtë, atëre këto janë ato që bien më shumë në sy. Ndërsa nëse kemi shumë energji femërore, nëse kemi dominancë dhe tepritës të energjisë femërore, çfarë ndodh? Ndodh që ne kemi pavendosmëri, kemi pasivitet, kemi shumë mundësi për të pasur dependenca nga gjëra të ndryshme. Ose arrim deri aty sa të kemi dhe mungesë kufish, nuk vendosim dot kufi. Kështu që kjo është një nga arsyet, kjo që sapo tham na ndihmon që të kuptojmë pse ne duhet që të kemi në balancë. Çfarë ndodh? Ndodh që shpeshherë individët kërkojnë edhe në lidhje, si ndikohet, si aplikohet kjo në jetën e përditshme. Në përgjithësi ne kemi disa shprehje që janë shumë të bukura në Shqipëri, gjeti tenxhera ka pakon, ose të kundërtit të tërhiqen. Kur ne themi të kundërtit tërhiqen, do të thotë që është ky lloj magnetizmi midis dy energjive. Mirë po, e vërteta është që nuk është mirë që ne ta gjejmë plotësimin tek tjetri, sepse kjo do të provokonte deri diku edhe një farë vuajtje. Imagjinoni pak nëse njëri ka me tepritës një nga këto energji, tjetri ka me tepritës energjinë e kundërt. Deri diku një farë tepritës e lehtë është okay, një dominancë e lehtë. E mira është ne ta gjejmë brenda vetes son këtë balancë. Balanca e energjive të krijohet brenda vetes son. Nëse ne kemi energjinë femërore, të gjejmë një balancë dhe me energjinë maskullore në mënyrë që të mbijetojnë dhe ne të jemi më produktiv. Edhe më të qetë në lidhje me veten tonë. Sepse ndodh për shembull nëse ne përdorim me teprisë energjinë maskullore, dhe vetëm luftojmë gjithkohë, sepse energjia maskullore është e lidhur me sistemin simpatik nervor, që është përgjegjës për stresin dhe reagimin ndaj stresit, për shembull lufto ose ik. Dhe nëse jemi gjithkohë duke luftuar për gjëra dhe nuk lejojmë që gjërat dhe të rrjedhin, edhe të ndodhin, edhe t'i pranojmë ashtu siç janë, në fund të ditës do kemi probleme shëndetësore, probleme me zemrën, probleme të ndryshme, dhe duhet të mësojmë, vërtet këto janë mësime, duhet të mësojmë se si të balancojmë këtë tepritës të barit dhe të mos lejuarit. Nga ana tjetër, nëse kemi tepritës të lejuar gjithkohës, të mos barit, apo të nuk është pasive energjia femërore, sepse ka një keq kuptim. Jo, nëse është me tepritës. Po, nuk është pasive. Jo, por është humbet motivimin. Po. Domethënë është më pak e motivuar ndaj gjërave. Atëherë ndodh që të lë veten pas dore, të mos i shikoj, të mos të sabotoj, po themi, jetën e vet. Sepse nuk kam motivim dhe inkurajim për të bërë gjërat. Dhe kjo nuk është mirë, sepse ti mund të jesh një individ me shumë talente, me shumë gjëra, dhe vetëm sepse ti përdor me teprisë një lloj energjie që ty nuk po të shërben dhe aq shumë në këtë moment, është mirë që të kultivojmë dhe në fund të ditës të bëj vetes dy pyetje. Unë sot, cilën energji përdora me tepritës? Atë femërore apo atë maskullore? Reflekto. Nesër, cilën të përdor më tepër? Sepse duhen balancuar.
Pra në momentin e vetë ndërgjegjësimit që ne i kemi këto dy energji, atëherë ne fillojmë të i përdorim në mënyrë më efektive. Por imagjinoni me të vërtetë se çfarë mund silli një mos balancë tyre, jo thjesht brenda nesh, siç tha Imena, humbje të qetësisë, probleme me shëndetin edhe shumë probleme të tjera, nëse kemi një disbalancë të madhe, por nëse kemi një disbalancë edhe midis dy personave që për shembull ndajnë jetën, me zëm, flasim për këtë sepse është e rëndësishme, familja është bazë. Imagjinoni pak nëse ne kemi një femër me energji maskullore të lartë, dhe e kundërta mashkulli ka në dominancë energjinë femërore. Çfarë mund të ndodhi? Mund të ndodhi që bashkëshortja apo e dashura e të tjerë me energji shumë të lartë maskullore fillon kërkon, ka dominancën, kërkon pushtetin, kërkon të bëj gjëra, dhe ndërkohë tjetri që ka energjinë femërore fillon edhe bëhet akoma dhe më tepër pasiv, sepse siç tha Imena nuk gjen motivimin. Dhe kjo humbet komplet tërësisht balancën në një familje. Ose mund të jetë e kundërta. Unë mora këtë sepse mund të jetë femra shumë me energji femërore dhe lejon veten të jetë dhunë pastaj, të krijoj dependencë ndaj dhunave të ndryshme që mund pa dashje. Nuk po themi të gjitha ndodhin me qëllim, po pa dashje nga energjia e tepruar maskullore nga ana e mashkullit, të jetë pa aftë për të zgjidhur çështjet e veta apo të marrëdhënies. Kështu që të dyja palët duhet të punojnë dhe të vetëndërgjegjësohen për në çfarë niveli jam dhe ku dua të arri. Dhe nëse ne analizojmë edhe në aspektin shoqëror, sepse kjo energji lidhet edhe me se çfarë po ndodh dhe çfarë ka ndodhur në jetën tonë, kudo, në të gjitha shtetet, nuk flas vetëm tek ne. Kohët e fundit, vitet e fundit është vënë në re tendenca e dëshirës për të përdorur më shumë energjinë maskullore, sepse është dominanca, pushteti, kërkimi, rendja pas gjërave, të arriturit, punë, të arrim, lek, gjëra, dhe është deri diku jemi prapsur nga energjia femërore, duke e parë atë si diçka të dobët. Mirë po, kjo gjë çfarë sjell të gjitha ato problemet që në fakt ne jemi duke i hasur në shoqërinë tonë. Edhe pse në këto vitet e fundit ka një vetëndërgjegjësim me të vërtetë, dhe nëse vëmë re edhe në internet, në rrjetet sociale, shumë prej jush dhe prej nesh janë duke kërkuar po themi trajnime të ndryshme, programe mindfulness, meditim dhe të tjera, sepse ne duam që të balancojmë energjitë tona. Ne duam, kemi nevojë që në jetën tonë të kemi të dyja energjitë pa njëra tjetër nuk ekzistojnë dot. Nëse gjejmë balancën, është perfekte. Është gjëja më e mirë për ne si individ, por edhe për shoqërinë. Po. Atëherë? E tham. Okay. Kam të gjitha. Mirë, atëre urimi për sot do të ishte duke qenë se shumë shpejt pas pak ditësh do të jetë edhe dita e grave. Urimi im do të ishte të mundohemi që të jemi aq empatike, aq në harmoni, aq të buta dhe aq të dashura, sa që ne t'i tregojmë gjithashtu edhe të tjerëve se cilat janë kufit të cilat mund të preken ose kufit që nuk duhen prekur tek ne. Të jemi më të forta, të jemi në zbulim të energjisë maskullore tek vetja jonë, sepse shoqëria na ka induktuar që femra duhet të jetë në një lloj forme, mirë po jo. Ne duhet të mësojmë të vendosim kufi, të mësojmë të jemi gjithashtu me iniciativa, të mësojmë të kemi forcë, por pa e humbur feminilitetin ton, sepse të dyja bashkë janë shumë të bukura. Kështu që ky është urimi im dhe Mena? Nuk do shtoja, do thoja ndoshta që është bukur të jesh femër. Femra nuk është seksi i dobët, unë mendoj përkundrazi. Nuk duhet ta lejojmë të na shikojnë si të dobta, sepse nuk është e vërtetë, dhe energjia femërore nuk është e prisht dhe nuk është për të kish përdorur apo për të manipuluar, dhe ne mund të jemi aq të zgjuara dhe jemi aq të zgjuara sa do kuptojmë deri ku po prekemi. Shumë e vërtet.
Të falenderojmë. Unë ty. Edhe ju. Edhe juve. Kështu që do dëgjojmë një herës që vjen, ne me të vërtet ju falenderojmë dhe ju urojmë gjithë mirat dhe u dëgjofshim në episodin e radhës. Dhe pranverë të mbar, me që jemi në fillim të pranverës.